Jo, po nuk ka punë, nuk ka punë. Çfarë po bën ti për gjithë punë? Po nuk ka, e di unë që nuk ka. Okej. Po pyet shoqërinë? Apo po vetëm një online? Po vetëm për grupe që ka si për martësh që po pyet? Po promovon veten? Po poston LinkedIn? Po bën connection, introduction? Çfarë po bën ti për gjetur punë? Jo, kështu punë ka, por nuk ka mjaftueshëm para, pra nuk para pagojnë këta si për martësh. Okej. Do të thotë që ata mund të gjejnë njerëz që e bëjnë më lirë. Çfarë po bën ti për të qenë unik? Po mëson një gjë të re, po bën një certifikat në një program online, po bën gjëra ekstra që janë mbase të jashtë punës, po mëson mbase AI-n, si të automatizosh gjërat kompani. Jo, po edhe po ti bësh nuk ta di njeri, nuk të vlerëson njeri. Okej, nuk të vlerëson bossi që ke. Ndërkohë që ti po punon, shiko për punë tjera, bëj network, shko në për evente, tako njerëz, miqëso me njerëz në LinkedIn, miqëso me njerëz në Facebook group. Po nuk ta vlerëson njëri punën këtu, mendoj që do i keja shtetit. Mendon të që është shtetit, ku njerëzit janë racist, kur ti nuk do të isha asgjë, nuk ke as familje, do të ndihmojnë, do të mbështesin, do të vënë ty në pedale, jo. O bëje punën, ose do kesh probleme, ose do ikësh do vi tjetri. Po çfarë të bëjmë? Çfarë duhet bëjmë? Nuk e mundësira? Në vendi ku je? Ha biznesin tënd. Pak, sido që të jetë me pak investim. Pse jo? Merr eksperiencë nga tjetër të ha biznesin tënd. Oh, po prit pak. Nëse ti ha biznesin tënd, kush do të mbështesi ty? Kush do thojë ty bravo për atë që po bën? Kush do e vlerësoj punën tënde? Asnjë. Sepse je i vetëm. Prandaj boll me justifikime, nuk ka asnjëherë botë perfekte, e krijon jetën, e krijon eksperiencën, e krijon mundësitë si çdo ti. Po duke ndërtuar duar kryq, duke thënë që po nuk bëhet, nuk ka për të bërë ndonjëherë.